Afër me është këtu edhe ndihmës trajneri i skuadrës së vllazнимit, luftuat goxha shumë, u munduat maksimalisht gjatë gjithë takimit, ishte i rëndësishëm ky takim për të dyja skuadrat, por Bora e nisi më mirë ndeshjen dhe ju la juve që gjatë gjithë takimit ta ndjekni rezultatin. Si ishte kjo ndeshje për juve? Mendoj që tre çerekat e jena kon afër e kena luftu, unë në çerekin e katërt mendoj që pak lodhe abunit vetën, duhet mi përgëzu Borën, me të vërtet ka një ekip shumë të mirë, në formë shumë të mirë, edhe mendoj që kena humbë kosh atlet edhe kena humbë për mi fitu një se loje si kundër Borës dhe dush mi shënu gjytjet e lira. Ne kena humbë 9 gjytjet tira, ashtu që një urej fatë Borës edhe ne besojmë që përgatitemi për lojën me Rallvecën, tash e kena një lojë tjetër shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë. Suksese. Atëherë të nderuar shikues, kaq nga ky transmetim, unë juftoj të vazhdojnë të qëndroni me programin e pasur sportiv të Art Motion nga Olimpiana. Natën e mirë.